po paralajmëron gjesti mesazhi që i nisi Eglit poshtë i organit. Largimi i papritur i Eglit nga shtëpia ka lënë pasoja të theksuara tek banorët, veçanërisht tek gjesti me të cilin ajo ka pasur një marrëdhënie të luhatshme gjatë qëndrimit të saj në lojë. Një video e natës së kaluar që po qarkullon në rrjetet sociale tregon gjestin i shtrirë në dhomën e gjumit, duke folur për gjumësh dhe duke i drejtuar mesazhe emocionale Eglit, si të ishte pjesë e shtëpisë. Në këtë moment të sinqert ai shprehet: "Gjumin e mirë Egli, besom që kam me i kry do gjëra për ty. Mbaje mend këtë sen, gjumin e ëmbël. Shpresoj që e ke gjetur familjen mirë, edhe ti vetë je mirë. E di që kemi qenë mirë. Të lutem dërgoma një video për Prime duke qeshur, të shoh që je mirë. Të lutem vetëm këtë bëje për mua, se kjo lojë është e fëlliqur dhe duhet t'u adridh, të premtoj që do t'ju adridh keq, gjumin e ëmbël." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.